E dini se mënyra se si marrim gjakun për analizë ndikon në rezultatet e disave prej tyre. Një prej tyre është kaliumi. Kaliumi për trupin ton është si ajo rryma elektrike për shtëpinë. Pa kalium, trupi jonë është vështirë të punojë siç duhet, sepse ai ndihmon zemrën, muskujt, nervat të funksionojnë dhe të kryejnë punën siç duhet. Të kalojmë në procesin e marrjes së gjakut. Kur infermieri ju vendos këtë elastikun në krah, bën që çarkullimi i gjakut të ngadalësohet. Dhe është okay, sepse këtë duam, që të marrim, të mbledhim gjakun për analizë. Nëse ne bëjmë lëvizje të krahut lart, bën që ndryshimi ose presioni në vend të ndryshojë papritur, duke bërë që disa prej qelizave të vogla, si eritrocitet dhe trombocitet, të qahen paksa. Dhe kjo bën që në analizat e gjakut në ato sampull që ne marrim, tubat e gjakut, të lëshohet kalium. Dhe kjo bën që në rezultatet e gjakut të shikojmë një kalium të lartë të rrem për shkak të procedurës, jo se vërtet kaliumi është i lartë në analizë. Arsyeja pse ndodh kjo shpesh. E para është kur ngrem krahun sipër, siç tham. E dyta është kur elastiku qëndron për një kohë të gjatë lidhur në krah ndërkohë që merret gjaku. E treta është kur vazhdojmë të pompojmë me krahun për të shtrydhur, ndërkohë që ka nisur marrja e gjakut. E katra është kur zgjidhet një venë e dobët e hollë për të marrë gjakun. E pesta është kur teknika e gabuar, gjilpera e gabuar e hollë bën që disa nga këto qeliza të qahen dhe të dëmtohen. Teknika e marrjes së gjakut ka shumë rëndësi për rezultatet e duhura të analizës. Kur laboratori shikon se kjo analizë të kaliumit, në vend të dilte vlera 4, ka dalë 5.3 a 5.8, dhe shikojnë që pacienti nuk ka asnjë simptom tjetër, asnjë problem tjetër, EKG normale dhe simptoma normale, kërkon një përsëritje të dytë të analizës, këtë radhë duke të shpjeguar që ta mbash krahun poshtë dhe mos të bësh shtrydhjen e dorës. Pra, jo çdo analizë që dele lart është për të tremur për të fiksuar. Ndonjëherë është thjesht teknika e gabuar e marrjes së gjakut, ose ndonjëherë kur tubat qëndrojnë shumë kohë jashtë përpara se të bëhet ekzaminim, do bëjmë një video tjetër për të folur për këtë. Nëse ju pëlqen këtë tema dhe keni dëshirë për të mësuar më shumë për shëndetin tuaj, ju lutem ndihmoni me follow dhe subscribe për të sjellë video akoma më shumë interesante. Të jeni mirë!